Kanë filluar punimet për rikonstruksionin e segmentit rrugor në lagjen e komunitetit rom në Fier, pas ankesave shumë vjeçare të banorëve për mungesë investimesh nga Bashkia Fier. Kërkesa e tyre tashmë është bërë realitet. Vlera e investimit është rreth 36.7 milion lekë pa TVSH, financuar nga të ardhurat e buxhetit lokal, u shpreh specialisti i punimeve. Sipas projektit, rruga do të rikonstruktohet sipas standardeve moderne. Punimet përfshin shtrimin me asfalt, sistemimin e kanalizimeve kulluese, ndërtimin e murit mbajtës aty ku është e nevojshme, si dhe ndriçimin dhe gjelbërimin e zonës. Jonë është deri diku këtu, por rruga e lagjes nuk është. Kjo rrugë vete kthehet na plerat. Po ju jeni ankuar për këtë rrugë gjithmonë? Jemi ankuar, po rruga të shkojt bëhet gjithë e lagjes, jo vetëm kjo rrugë për të plerat. Kjo bëhet për rruga e plerave, s'është rruga e lagjes. Juve ju intereson ky segment rrugor? Tash unë e kam shpinë këtu, mua më intereson mua, po unë nuk flas në përgjithësi të lagjes. Jemi 500 hane, 500 palë shtëpi kemi këtu. Që lart janë të futu një brenda të shikosh, është gjuna. Ja që Romet, që qanin Romet për rrugën, filloi rruga, ju falenderojmë gjithë çunat tu që punojnë, respekt. Banorët rome vlerësojnë këtë investim të shumëpritur si një hap të rëndësishëm për përmirësimin e kushteve të jetesës. Ata thonë se rruga e re do të lehtësojë lëvizjen drejt tregut të shitjes, ku një pjesë e komunitetit zhvillon aktivitetin, si dhe komunikimin me spitalin dhe institucionet shtetërore për marrjen e shërbimeve të nevojshme. Megjithatë, disa banorë shprehen skeptik dhe mendojnë se projekti do t'i shërbejë më shumë fushës së menaxhimit të mbetje urbane, e cila ndodhet pranë ish zonës industriale, sesa vetë komunitetit rom. Tekniku i punimeve deklaroi për televizionin Apollon se punimet në rrugën e Romëve pritet të përfundojnë më shpejt se afati 4 mujor i përcaktuar në projekt. Afati kohor i kësaj rruge është për 4 muaj. Ne do mundohemi ta mbarojmë më shpejt. Në këtë periudhë kohë kaq të rëndësishme për romët, sepse janë ankuar shumë herë për këtë rrugë. Po e bëjnë standarde shumë të mira, si ndriçim, kanalizim edhe drita. Faleminderit.